Evropa shënoi vitin e 11 radhazit të instalimeve rekord të ruajtjes së energjisë me bateri në terma të kapacitetit me 21.9 gigawatt-orë. Sipas përditësimit të Solar Power Europe, kapaciteti i ri ishte 15% më i madh se në vitin 2023, pasi u dyfishua në mënyrë efektive për disa vite me radhë. Flota e baterive përfundoi në dhjetor në 61.1 gigawatt/orë. Shkalla e rritjes në vitin 2024 ishte 56% krahasuar me 94% të regjistruar një vit më parë. Rajoni i studiuar përbëhet nga Bashkimi Evropian, Mbretëria e Bashkuar dhe Zvicra. Vetëm Bashkimi Evropian e mbylli vitin 2024 me 18.5 gigawatt/orë kapacitet të ri të ruajtjes së energjisë. Nëse Evropa ka hyrë tashmë në epokën diellore, epoka e ruajtjes së energjisë sapo ka filluar. Tani është koha që vendimarrësit evropian të vendosin bateritë në qendër të një sistemi fleksibël dhe të elektrizuar, deklaruan burime nga Solar Power Europe. Ata i kërkuan Komisionit Evropian të dyfishojë përpjekje dhe të miratojë një plan veprimi. Ndërprerja e fundit e energjisë elektrike në gatishëllin iberik na kujton se kjo është e rëndësishme, theksuan zyrtarët e organizatës. Në skenaret më të mundshëm, këtë vit të instalohen 29.7 gigawatt/orë në bateri që përkthehet në një rritje vjetore prej 36% në kapacitetin e ri dhe 49% në total. Raporti parashikon një rritje 6 fish, duke arritur në 118 gigawatt/orë të shtuara në vitin 2029. Kjo do të çonte totalin e sistemeve të ruajtjes me bateri në 399 gigawatt/orë, nga të cilat 334 gigawatt/orë në Bashkimin Evropian. Megjithatë, kjo është ndjeshëm në nivelet e kërkuara për të përmbushur nevojat e fleksibilitetit në një sistem energjie të drejtuar nga burimet e rinovshme, paralajmëruan autorët e raportit vjetor. Një studim tregoi se Bashkimit Evropian i duhen 780 gigawatt/orë deri në vitin 2030 për të mbështetur plotësisht tranzicionin.